Po ndodhe gjitha se pritet filloj tek Pallati Kongreseve Muza Fashion Fair, po më është bashkuar Gyz Xhabjaku. Unë mendoj, e kam shpreh gjithmonë që është më i miri në dy kuptime, një për syrin estetik, për mënyrën se si ti fotografon, dy për artistin dhe njeriun që je në raport me çfarë ke arrit kohë mas kohe. Mirë se erdhe. Falenderoj shumë, a kupton? Thjesht ti më laston, Ti s'ke nevojë fare për këto. Sepse ti miku jem edhe, okej. Ergjys, shive, është ridimensionu e gjitha. Më përpara Muza natyrisht ishte një event mode dhe fashion në Tiranë. Tani është kthyer në një panajër. Unë nuk e di a ka nevojë ndonjëherë të bëhet më shumë se, le të themi, një pasarel, një event shfaqjeje në qytet. Unë besoj që Muza naturalisht ka pas fazën e vetë të zhvillimit. Sepse nëse ti nuk mund të bësh përjetësisht të njëjtën gjë, praktikisht edhe vjen një moment që ti duhet zhvillohesh edhe ky mund të jetë zhvillimi i parë që besoj që Muza duhet ketë. Po thjesht i pari. Mendoj që Muza mund të arrijë pak më lart. Ti ke bërë revistën e Muzës. Në mënyrën se si i e bashku ekipit që nga fotografia deri te koncepti vizual. Ty të duket që si brand është rrit Muza, apo natyrisht Muza është tani më një tradit ku njerëzit, sidomos ata që janë të industrisë fashion i dizajnit, nuk e shmangin dot. Pra në optikën tënde si është në këtë moment? Besoj që ishte në të moment është brandu, praktikisht, është diversifiku, edhe është naturale që ndodhin kjo. Mendoj unë jam bashku me Muzën në një moment jam bashku si një njeri, të them të drejtën, jo si një artist. Njofta Andrej Olën, edhe pash që kishte një lloj vizioni, edhe thash pse jo, kjo vajza ka i vizion. Edhe kam përshtypjen, nuk e di 4 ose 5 vjet mbrapa jena këtu. Çfarë ndodh sot sidomos tek fotografia fashionit, kur më bën shumë përshtypje, po lexoja një artikull të The Atlantic që thoshte, dëgjoj, AI e ka ndryshuar dhe mënyrën se si sot fotografia fashionit përballet me tregun. Ka editorë të cilët një pjesë të mirë të imazheve nuk i kanë krejt reale, i kanë gjitha të ndërtuar me AI. Bota po kalon në ca faza ndryshimi edhe estetik dhe vizual. Çfarë mendon ti për këtë? Besoj që po kalon disa faza të paktën praktike, mendoj unë. Po jo në një zhvillim të madh estetik, sepse zhvillimi estetik besoj që i takon njeriut. Njeriu ndryshon edhe pëson evolucion estetik. Ndërsa një mekanizëm si AI referohet deri në këtë moment e zhvillimi jonë estetik. Pra, deri në këtë moment ai mund të përmirësojnë craftin ton, po nuk besoj se përmirëson logjikën, dëshirën, shpirtin apo tjerë. Por gjithsesi nuk besoj se ne duhet i trembemi kësaj. Ne jena unë po flas në këtë moment vetëm për Shqipërinë. Ne jena newborn për sa i përket fotografisë së modës. Vetëm mendoj që vitet e fundit ka fillu i diçka për me lviz, sepse duhet të lvizin industria, Në momentin që nuk lvizi industria prodhimit të rrobave, nuk lëviz as fotografia e tillë. Edhe besoj në këtë moment po dalin brande, po rifreskohet disa nga këto, pra po garojnë. Nuk e di nëse jam i qartë. Ato po garojnë, ka brande që lindin për ditë, mbyllen, vazhdojnë apo tjerë, dhe kjo është, unë mendoj se është pozitive. Vërse interesante në një anë, se ti e përmend që fotografia është, pra, si më thënë, ne sa kemi nis, por ndërkohë kujtoj se ishte Gel Kaleci bashkë me ty tani. Po. Dhe janë një dorë fotografësh që kanë një emër sidomos tek, le të themi, tek mediumi i fashionit, i modës, i stilistikës, i dizajnit, kanë fotografu vazhdimisht, me dekada ndoshta. Jam shumë i lumtur që unë dhe Gelianti jena pjesë se një grupi të pionierëve të ri të fotografimit, edhe po kjo ndodh edhe pak nga kërkesa personale jona, sepse nuk kena dash për me settle down, mendoj. Edhe kena gjetë gjithmonë arsye edhe mënyra lëvizjet për me kriju ndoshta atë estetikën që kena pas brenda me nxjerr jashtë. Edhe ku më mirë se sa fusha modës për ta nxjerrë këtë.
sepse moda është e aty për atyshme. Pra është kontakti i imazhit të modës, është i aty për atyshëm. Ndërkohë që unë mendoj se industria e modës vitet e fundi ka fillu të prodhoj edhe automatikisht, si me thënë, fatmirësia dhe fatkeqësia që kena unë e Gelianti në këtë moment, është që jena të dy në një farë moshe që jena, si me thënë, gati në emergjencë, pra kena kalu emergjencën, e kupton? Por jam i lumtur që kjo paktën funksionon, jo vetëm për mua, për Geliantin apo për këtë qoftë. Muzar, natyrisht që ka lidhje shumë me rrënjët, element të traditës etnografik të ri pozicionum në mod, a është moderne sot të fotografosh në 2026 në optikën tënde, në opinionin tënd, element të së shkuarës, element të atë që në takoj ne si kom. Unë besoj jo në 2026, po besoj e 2036 në 2026. Besoj që ne kena nevojë për mërmorjen tonë, praktikisht. Mendoj që çfarëdo lloj populli që ka dashur me bë zhvillimin apo evolucionin, duhet referohet e baza dhe të rrënjët dhe të tjerë. Edhe besoj që ne kena rrënjë të shkëlqyme, të them të drejtën, tradita jonë kulturore, sidomos në kostume, flasim, është e mrekullueshme në raport me rajonin. Pra, ne nuk kena nevojë të shpikim sot. Ne kena nevojë thjesht të ulumtojmë, të kodifikojmë edhe të kemi pak maturim për me kuptu se si tradita jonë kulturore e të parve tanë mund të përkthehet e estetikën. Ne sot kena, si me thonë, ne njohim vetëm xhubletën apo masivisht. Njohim xhubletën se është element i trashëgimisë tonë. Por ka zona që nuk e di, ka këmisha në zonën e Lumës së Kukësit që janë fantastike, janë për të studiuar, mendoj. Nëse do të kishe mujt me zgjedh midis fast fashionit, që sot është globaliste, dhe sot e gjen kudo, dhe të rikonceptosh element të traditës për një editorial, apo unë e di që ti do kishe shku te e dyta. Ti e shoku jem, ti e di shumë mirë se ku do shkosh, kështu që. Por ndërkohë, në fakt, globalizmi po bën të vetën. Si mendon ti që të paktën ne do duhet me i mbrojt sa gjëra? Këtë përgjigjen e do në aspektin tem personal, apo në aspektin tem, si me thonë, në syrin tem objektiv, apo? Unë e du në aspektin tënë si shkodran. Si shkodran e të mërshë kjo. Okej. Dhe më thonë, nuk duhet e ja përgjigje. Si ta mendosh? Në aspektin tem personal, mendoj që fast fashioni nuk do na çojë askund. Pra, do na çojë deri far pike, po nuk do na pasuroj, ne nuk do kena kohë me reflektu praktikisht. Kurse mënyra e dytë është mënyra besoj në mënyra e duhur për të bërë. Por duhet ketë një lloj vakacioni normal brenda secili nga ne për ta bërë këtë. Pra këtu nuk e vën, nëse unë do vesha basin, nuk do e vesha te e dyta. Do e vesha për vetveten te e dyta, po jo te ajo që punon sot. Ndërsa fast fashioni ndihmon njeriu të shprehet edhe ndihmon të ndryshojë, ndihmon të kuptoj gabimet, të ndryshoj gabimet edhe të pasurohet. Kjo është pyetja e fundit. Cila do të kishte qenë ajo modele që ti do t'i kishe bë për të përfaqësuar xhubletën tonë, një fotografi natyrisht stilit tënd me të gjithë, le të themi, elementet e tua artistike si Zhabjak në raport publikimi. Pra, kush do ta kishte përfaqësuar vizualisht sipas e më mirë xhubletën tonë? Mendoj Emina Çunmulej. Se është e gjatë? Jo vetëm e gjatë. Se ka tipare të preta, plus si ka një karakter të jashtëzakonshëm për një femre që meriton që trashëgojnë kulturën e femrës shqiptare. Ergyll Zhabjaku, unë e di që ti do kesh punë tani, se një pjesë e mirë e gjithë angazhimit tënd në raport me muzën nuk është vetëm me vizitu e me dhënë konsulenca, për siç më thoshte Androla, je pjesë e ekipit, të suksese ty dhe të gjithëve. Të falenderoj shumë. Faleminderit ty. Ndërkohë muza vazhdon tek Pallati i Kongreseve.